Para se ushtria çlirimtare e Kosovës të dilte hapur para botës, kishte njerëz që vepronin në heshtje. Njëri prej tyre ishte Zahir Pajaziti. Ai u lind me 1 nëntor 1962 në Turiqic të Llapit, që në rini u përball me padrejtësitë e sistemit jugosllav. U përjashtua nga shkolla e mesme e policisë në Vushtri, mori pjesë në demonstratat e vitit 1981 dhe pas kthimit nga shërbimi ushtarak, u angazhua gjithnjë e më thellë në veprimtarinë ilegale kombëtare. Zahiri nuk besonte se liria mund të fitohej vetëm duke pritur. Ai mendonte se shqiptarët duhej të organizoheshin, të përgatiteshin dhe të krijonin strukturat e tyre të rezistencës. Në vitin 1991 ishte në mesin e të rinjëve nga Kosova që u stërvitën ushtarakisht në Shqipëri. Më pas nisi të ndërtonte rrjete të fshehta, të lidhte veprimtar nga rajone të ndryshme dhe të furnizonte me armatim grupet e para që po i hapnin rrugë krijimit të UÇK-s. Për vite me radhë ai kaloi ilegalisht kufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë. Çdo udhëtim mund të përfundonte me arrestim ose rënje. Megjithatë, Zahiri nuk u ndal. Ai bashkëpunoi me shumë prej figurave që më vonë do të bëheshin emra të njohur të UÇK-s. Vepronte me kujdes të jashtëzakonshëm, ndryshonte rrugët e lëvizjes dhe ruante çdo kontakt me konspiracion të thellë, por shërbimet serbe po e ndiqnin. Më 31 janar 1997, Zahir Pajaziti po udhëtonte me Hakif Zejnullahun dhe Edmond Hoxhën në drejtim të Vushtrisë. Në hyrje të fshatit Pestov, forcat policore serbe kishin organizuar një prit. Vetura e tyre u sulmua dhe pas përballjes me forcat e shumta, të 3 ranë. Pushteti serb mendoi se kishte shuar një nga grupet më të rrezikshme të rezistencës, por ndodhi e kundërta. Rënja e Zahirit, Hakifit dhe Edmondit u bë një thirrje për mobilizim. Emri i Zahir Pajazitit u kthye në simbol të qendresës dhe në dëshmi se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ishte më vetëm një ide, por një forcë që po merrte formë. Ai nuk e pa Kosovën e lirë, nuk e pa daljen publike të UÇK-s dhe as fundin e pushtimit, por themelet që ndihmoi të ndërtoheshin u bën pjesë e rrugës drejt lirisë. Zahir Pajaziti nuk jetoi për ta parë fitoren, por Kosova e lirë e kujton si njërin prej njerëzve që ja hapën rrugën asaj.